Kemi investuar në infrastrukturë, kemi forcuar njësitë specializuara dhe kemi zgjeruar programet rehabilituese për burgosur. Ministria e Drejtësisë është e përkushtuar që shërbimi korrektues të ketë mbështetjen e duhur për të përmbushur misionin që ka. Me etik, profesionalizëm dhe përkushtim të lartë, ju do të luani një rol kyç në forcimin e sistemit të drejtësisë në vendin tonë. Me diplomimin e gjeneratës së 45 të zyrtarëve korrektues, ne e forcojmë edhe më shumë sistemin ton korrektues dhe i shtojmë radhët me profesionistë të përgatitur. Ata e ato do të jenë garantues të drejtësisë dhe rregullit në institucionet tona korrektuese. Diplomimi 111 kadetëve sot nuk është thjesht një ceremoni, por një dëshmi e angazhimit ton për një sistem korrektues të fuqishëm, të sigurt dhe të drejtë. Nga sot ju do të jeni pjesë e një mekanizmi kyç për shtetin e së drejtës, një mekanizëm që kërkon disiplinë, profesionalizëm dhe përkushtim të plotë. Puna në sistemin korrektues nuk është e lehtë, por është e domosdoshme. Përmes reformave të ndërmarra gjatë viteve të fundit, kemi bërë hapa të rëndësishëm në forcimin e sigurisë, rehabilitimin e të dënuarve dhe përmirësimin e kushteve të punës për zyrtarët korrektues. Kemi investuar në infrastrukturë, kemi forcuar njësitë specializuara dhe kemi zgjeruar programet rehabilituese për burgosur. Si një institucion gjithnjë më i aftë, më profesional dhe më i përkushtuar ndaj detyrës. Ky fuqizim nuk është i rastësishëm, por rezultat i reformave dhe investimeve që po realizohen me synimin për të përmirësuar kushtet e punës, për të ngritur kapacitetet profesionale dhe për të arritur standardet e sigurisë dhe trajtimit të dinjitetshëm të personave të cilët janë aty. Ministria e Drejtësisë është e përkushtuar që shërbimi korrektues të ketë mbështetjen e duhur për të përmbushur misionin që ka. Duke pasur parasysh këtë qëllim, ne kemi avancuar në përmirësimin e infrastrukturës së institucioneve korrektuese, duke investuar në kushte më të mira pune dhe siguri më të lartë për stafin, por po ashtu edhe për të burgosurit. Zyrtari korrektues nuk është thjesht një zbatues i rregullave, por një garantues i sigurisë dhe një faktor i rëndësishëm në procesin e rehabilitimit dhe risocializimit të personave të privuar nga liria. Me etik, profesionalizëm dhe përkushtim të lartë, ju do të luani një rol kyç në forcimin e sistemit të drejtësisë në vendin tonë. Mbështetja e qeverisë së Republikës Kosovës, e kabinetit të ministrit Haxhiu, ambasadës amerikane, e Euleksit, e organizatave tjera ndërkombëtare dhe vendore ka qenë jetike në arritjen dhe ngritjen e nivelit shërbimit korrektues Kosovës në përputhje me standardet ndërkombëtare. Padyshim që profesionalizmi i zyrtarëve korrektues po jep rezultate të pritshme në edukimin dhe risocializimin e personave dënuar, të cilët pas përfundimit të dënimit po kthehen në shtëpitë e tyre si individ të edukuar dhe të pranueshëm për rrethin shoqëror.